Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një të mërkurë të mbarë. Le të filloj me leximin e letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për datën 24 qershor 2026. Dashi, letra e tarotit për dashin nga të mërkurë është kulla. Edhe pse kjo kartë shpesh lidhet me ndryshime të papritura të situata që mund të shkaktojnë shqetësim, nuk ka arsye për alarm dash. Me anën që ndryshon shenjë, mund të ndodhë diçka që të pris planet ose të nxjerrë përkohësisht nga zona e rehatisë. Megjithatë, kjo situatë nuk ka gjasa të sjellë pasoja serioze. Përkundrazi, do të të ndihmojë të kuptosh se jo çdo problem kërkon një reagim të menjëhershëm. Mesazhi i kësaj letre është i qartë: durimi është forca jote më e madhe këtë ditë. Shumë nga sfidat që duken të mëdha në fillim do të zgjidhen vetvetiu nëse u jep kohë. Besoj procesit dhe mos lejoj që një pengesë e përkohshme të të largojë nga qëllimet e tua. Këshilla e letrave për ju, dash. Një kartë që sjell mesazhe për ndryshime të papritura, por edhe për mësime të vlefshme. Nëse zbuloni si durimi dhe qetësia mund t'ju ndihmojnë të kaloni çdo sfidë, edhe pse ajo që duket si problem sot, mund të jetë një bekim i fshehur nesër. Demi, letra juaj Dem, 9 pentakullat. Një nga kartat më pozitive kur bëhet fjalë për financat, suksesin dhe shpërblimet e merituara. Numri 9 simbolizon arritjen, përmbushjet dhe fitoret që vijnë pas përpjekjeve të vazhdueshme, ndërsa pentakullat lidhen me një paran, sigurinë materiale dhe prosperitetin. Kjo kartë tregon se mund të jesh pranë një përfitimi financiar, një pagese, shpërblimi ose një mundësie që do të përmirësojë ndjeshëm gjendjen tënde ekonomike. Sot është ditë për të vlerësuar atë që ke ndërtuar dhe për të shijuar frytet e punës tënde. Universi duket se po të shpërblen për durimin dhe këmbguljen që ke treguar. Mesazhi i letrave tarot për Demin. Letra e ditës 9 pentakullat, një simbol i suksesit, bollokut dhe shërbimeve financiare. Apo vjen një lajm i mirë për parat, apo një mundësi që do të përmirësojë sigurinë tuaj ekonomike. Zbuloni mesazhin e plotë të tarotit që ka për ju sot. Binjakët. Letra juaj Binjak, 7 pentakullat. Letra e tarotit për binjakët të mërkurë është 7 pentakullat, një letër që flet për durimin, këmbguljen dhe besimin në rezultatet afatgjata. Mund të ketë diçka që dëshiron shumë ta realizosh, por rrethanat ose kufizimet aktuale të japin ndjesinë se duhet të presësh pak më gjatë. Edhe pse pritja mund të jetë sfiduese, kjo letër të kujton se çdo përpjekje ka vlerë dhe se rezultatet e mira kërkojnë kohën e tyre. Këtë të mërkurë mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm. 7 pentakullat të inkurajon të mos heqësh dorë gjatë pengesave. Pavarësisht rrugës që zgjedh, ke forcën dhe aftësinë për të vazhduar përpara dhe për të arritur atë që synon. Dhe një mesazh nga letra juaj, 7 pentakullat. Binjak. Për një mesazh për durim, këmbgulje, besim në proces. Nëse po përballeni me vonesa ose duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, letra ju sjell udhëzimin që ju nevojitet për të ecur përpara. Mos ikni dorë tani, rezultatet që prisni janë më afër se sa mendoni. Gaforia, 9 kupat e përmbysura. Letra e tarotit për gaforen këtë të mërkurë, 24 qershor, është 9 kupat e përmbysura. Një letër që nxjerr në pak dëshira, pritshmëri ose plane që mund të mos realizohen saktësisht ashtu siç i ke imagjinuar. Ndonjëherë gjërat nuk ecin sipas planit dhe kjo mund të sjellë zgënjim të përkohshëm. Megjithatë, kjo kartë nuk është shenjë dështimi, përkundrazi ajo të kujton se ke fuqinë për të ndryshuar drejtimin e ngjarjeve dhe vendimeve në veprimet e tua. Nëse has pengesa ose vonesa, të mërkurë mos haro se fati nuk është i shkruar në gur. Ti je ai që kontrollon zgjedhjet e tua, ke aftësinë të gjejësh zgjidhje aty ku të tjerët shojnë probleme. Vullneti, këmbgulja dhe besimi në vetvete do të jenë aleatat të tu më të mëdhenj. Dhe këshilla e letrave tarot për gaforen, letra e ditës 9 kupat e përmbysura, apo përballeni me një pritshmëri të parealizuar apo një dëshirë që duket se po vonohet. Letrat ju kujton se asnjë sfidë nuk është më e fortë se vullneti juaj. Ju keni kontrollin mbi jetën tuaj dhe fuqinë për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve. Luani, letra juaj Luan, bota e përmbysur. Për këtë mërkurë, letra e tarotit për ju Luan janë bota e përmbysur, një letër që flet për vonesa të përkohshme dhe ndjesinë se qëllimet e tua po marrin më shumë kohë nga sa kishe planifikuar. Këtë të mërkurë mund të gjesh përshtypjen se të tjerët
po përparojnë më shpejt, ndërsa ti je ende duke pritur momentin tënd. Por kjo mund të sjellë pak zgënjim ose pasiguri dhe mos harro se çdo rrugëtim ka ritmin e vet. Letra bota e përmbysur ju kujton se suksesi nuk është anulluar. Thjesht duke u përgatitur, ajo që duket si vonesë sot mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet për të arritur rezultatet më të mira nesër. Durimi dhe vetbesimi në rrugën tënde do të shpërblehen shumë shpejt. Universi po të kërkon të mos krahasosh progresin tënd me atë të tjerëve. Fati yt i mirë po afrohet dhe kur të vijë, gjërat mund të ecin më shpejt nga sa imagjinon. Mesazhi i letrave tarot për juve luan, bota e përmbysur, një mesazh për durim dhe besim në kohën e dur të universit. Nëse ndiheni sikur gjërat po vonohen ose të tjerët po ecin më shpejt se ju, letrat ju kujtojnë se bekimet tuaja janë rrugës. Mos u dekurajoni nga vonesat e përkohshme, suksesi juaj po përgatitet për në prapaskenë. Virgjeresha, faqja e pentakulave, letra juaj Virgjeresh, për këtë të mërkurësh faqja e pentakulave, një letër që sjell fitime të reja, mundësi financiare dhe plane premtuese në të ardhmen. Kjo letër tregon se je në një moment ku një ndryshim i vogël mund të hap dyert të mëdha. Mund të ndjesh nevojën për një fillim të freskët, një drejtim të ri ose një mënyrë të mirë për të menaxhuar punën, parat ose projektet personale. Faqja e pentakulave është një shenjë pozitive edhe për mirësimi financiar. Mund të shfaqet një mundësi e re, një ide fitim të prurse ose një ofertë pune që do të ketë ndikim të madh në të ardhmen. Mos mendo se duhet të ndryshosh gjithçka me një herë. Letrat këshillojnë të eksperimentosh me hapa të vegjël, të provosh ide të reja dhe të jesh i hapur ndaj mundësive që po vijnë. Ajo që po bën sot mund të jetë vetëm fillimi një kapitulli shumë më të mirë për nesër. Dhe këshilla e letrave të tarotit për ju Virgjeresh, faqja e pentakulave, një simbol i fillimeve të reja, mundësive financiare dhe rritjes personale. Nëse po mendoni të ndryshoni diçka në punë, financa ose në jetën tuaj të përditshme, letrat ju tregon se tani është momenti për të provuar hapa të ri. Një ndryshim i vogël sot mund të sjellë rezultate më të mëdha nesër. Peshorja, letra juaj peshore, faqja e shpatave. Letra juaj e tarotit për këtë të mërkur është faqja e shpatave, një letër që lidhet me komunikimin, të vërtetën dhe mënyrën se si shprehim mendimet tona. Ti e vlerëson shumë ndershmërinë peshore, por gjithashtu e di se disa të vërteta mund të jenë të vështira për t'u dëgjuar. Nëse do të mund të ndihesh detyruar të thuash diçka që ke mbajtur brenda vetes prej kohës. Megjithatë, mënyra se si e shpreh mesazhin do të jetë po aq e rëndësishme sa vetë mesazhi. Faqja e shpatave të këshillon të jesh i sinqert, por edhe i kujdesshëm me fjalët. Të thuash të vërtetën nuk do të thosh të lëndosh dikë. Zgjidh fjalët me mençuri dhe përpiqu të kontrollosh me qatësi dhe respekt. E nesërmja do të jetë një ditë e mirë për biseda të rëndësishme, sqarime dhe vendosjen e kufive të shëndetshëm. Kur flet nga zemra dhe me qëllime të mira, ke më shumë gjasa të arrish mirëkuptimin se sa konflikt. Dhe këshilla e letrave të ditës, faqja e shpatave, ju dërgon një mesazh për sinqeritet, komunikim dhe fuqinë e fjalëve. A ka diçka që duhet thënë? Tarotit ju këshillon të jeni të drejt për drejt, edhe të kujdesshëm në mënyrën se si shprehni të vërtetën tuaj. Fjalët e dura në momentin e dur mund të ndryshojnë gjithçka. Akrepi, letra juaj akrep, karroca, për këtë të mërkur letra juaj është karroca, një simbol i fuqishëm i vendosmërisë dhe disiplinës dhe fitores mbi pengesat. Ti ke një forcë së brendshme më të madhe se sa e kupton akrep, edhe kur përballesh me presion, sfida ose momente dyshimi, brenda teje ekziston aftësia për të vazhduar përpara për mos u dorëzuar. Letra juaj karroca shfaqet shpesh kur je pranë një prove të rëndësishme dhe universi të kujton se ke gjithçka që të duhet për të fituar. E mërkura është ditë e rëndësishme të mos lejosh mendimet negative të kontrollojnë vendimet e tua. Frika dhe pasiguria mund të përpiqen të ngadalësojnë, por ato nuk kanë pushtet mbi ty nëse nuk ju jep vetë. Presioni që ndjen aktualisht nuk është armiku yt, përkundrazi, ai po të ndihmon të zhvillosh qëndrueshmëri, guxim dhe forcë karakteri. Çdo sfidë që ka përcen sot, të afron më shumë në suksesin që kërkon nesër. Dhe këshilla e letrave për ju, akrep. Letra e ditës karroca është një simbol i fuqisë së brendshme, vetkontrollit dhe triumfit mbi vështirësitë. Nëse po përballeni me presion ose sfida, letra e tarotit ju këshillon se keni forcën për të vazhduar përpara dhe për të arritur qëllimet tuaja.
Mos lejoni që frika ose dyshimet t'ju ndalojnë, fitoria është më afër se sa e mendoni. Shigjetari, letra juaj shigjetar, mbreti i kupave i përmbysur. Letra e tarotit për shigjetarin këtë të mërkurë është mbreti i kupave i përmbysur, një letër që lidhet thellë me emocionet, ndjeshmërinë e brendshme dhe momentet e paqëndrueshmërisë emocionale. Edhe pse shigjetari njihet për natyrën e tij optimiste dhe energjike, kjo letër tregon se sot mund të ndjesh një peshë emocionale ose një lloj trishtimi të brendshëm. Këto ndjenja nuk janë dobësi, por sinjale që diçka brenda teje të kërkon vëmendje. Në vend të shpifësh emocionet ose të injorosh, kjo është një ditë për të reflektuar. Pyet veten, po pse ndihesh kështu dhe çfarë po përpiqesh të tregojnë këto emocione. Kur i kupton më thënë ndjenjat e tua, bëhesh më i fortë dhe më i qartë në vendimet e tua. Kjo letër të kujton se edhe momentet e urta kanë qëllimin e tyre. Ato të ndihmojnë të rikthehesh më i ekuilibruar dhe më i vetëdijshëm për veten. Dhe këshilla e letrave të tarotit për shigjetarin, mbreti i kupave të përmbysur, një mesazh për emocionet e thella dhe reflektim të brendshëm. Nëse ndjeni më të tërhequr ose emocional se zakonisht, taroti ju këshillon të mos i injoroni këto ndjenja, por t'i kuptoni më mirë. Edhe momentet e vështira emocionale sjellin qartësi dhe rritje të brendshme. Briciapi, letra juaj Briciap, mbreti i pentakulave. Letra e tarotit për binjakët këtë të mërkurë është mbreti i pentakulave, një nga letrat më të forta për stabilitet, sukses financiar dhe ndërtimin e një jete të sigurt dhe të qëndrueshme. Kjo letër tregon se ambicjet e tua të mëdha, ndoshta edhe më të mëdha nga sa i ke pranuar vetes, por pikërisht kjo është fuqia jote, ti ke aftësinë të ndërtosh diçka afatgjatë dhe të qëndrueshme hap pas hapi. Mbreti i pentakulave ju kujton se pasuria dhe siguria nuk vinë rastësisht. Ato kërkojnë seriozitet, disiplinë dhe një plan të qartë. E mërkura është një ditë e mirë për të menduar më praktikisht për financat, për të vendosur qëllime reale dhe për të marrë përgjegjësi për ndërtimin e jetës që dëshiron. Nuk është e nevojshme të fshirësh dëshirën për sukses material, përkundrazi, pranoje dhe përdore si motivim për të organizuar më mirë jetën tënde. Dhe këshilla e letrave tarot për ju, Briciap, mbreti i pentakulave, një simbol i stabilitetit, suksesit financiar dhe ndërtimit të një jete të qëndrueshme. Nëse keni ambicie të mëdha, letrat e tarotit ju tregon se është koha t'i merrni seriozisht dhe të filloni të ndërtoni hap pas hapi të ardhmen tuaj. Disiplina dhe planifikimi sjellin sukses afatgjatë. Ujori, letra juaj Ujor, 3 pentakulat. Letra e tarotit për Ujorin për këtë të mërkurë janë 3 pentakulat. Një letër që lidhet me aftësitë, bashkëpunimin dhe ndërtimin e diçkaje që ka vlerë reale në botë. Kjo letër tregon se je në një fazë ku talentet dhe aftësitë e tua mund të fillojnë të vinë re nga të tjerët. Nuk bëhet fjalë vetëm për të mësuar, por për të kthyer atë që din në diçka praktike, të dobishme dhe potencialisht fitimprurëse. 3 pentakulat të inkurajon të bashkëpunosh me njerëzit që e vlerësojnë punën tënde. Mund të jetë një projekt, një shërbim ose një ide. Nëse e ndan me të tjerët, mund të sjellësh mundësi të reja për të ardhmen tënde. Sot është një ditë e mirë për të treguar çfarë di të bësh, për ta marrë seriozisht talentin tënd dhe për të hedhur hapat e parë drejt diçkaje më të madhe. Je ende në fillim, por drejtimi yt duket shumë premtues. Dhe këshilla e letrave tarot për Ujorin, 3 pentakulat, një mesazh për zhvillimin e aftësive, bashkëpunim dhe ndërtimin e të ardhmeve të qëndrueshme. Nëse po mendoni të ofroni një shërbim ose të punoni në një projekt të ri, letra tarot ju tregon se kjo është një ditë shumë premtuese. Aftësitë tuaja mund të kthehen në sukses real. Dhe mbërritëm tek peshqit. Letra juaj peshq, 7 shpatat. Letra e tarotit për peshqit për këtë të mërkurë janë 7 shpatat. Një letër që lidhet në kujdesin, intuitën dhe nevojën për të qenë më të vetëdijshëm për situatat rreth teje. Nesër mund të ndjesh se nuk është diçka plotësisht e qartë në një situatë apo marrëdhënie. Kjo letër të këshillon të jesh i vëmendshëm dhe të mos nxitosh në reagime. Jo çdo gjë duhet thënë menjëherë dhe jo çdo informacion duhet ndarë pa u menduar mirë. 7 shpatat nuk është thjesht një paralajmërim për fshehtësi, por një kujtesë për vetmbrojtje dhe mençuri. Ti je aleati yt më i fortë dhe sot është e rëndësishme të dëgjosh instinktin tënd përpara se të veprosh. Mbaje qetësinë, vëzhgo dhe zbulo gjithçka që di deri sa ti jesh gati. Strategjia dhe durimi do të jenë më të fuqishëm se reagimi i menjëhershëm. Dhe këshilla e letrave për ju peshq, 7 shpatat, një mesazh për kujdes, vëzhgim dhe vetmbrojtje. Nëse ndjeni se diçka nuk është plotësisht e qartë në një situatë,
Letrat ju këshillojnë të veproni me mençuri dhe të mos nxitoni. Intuita juaj është rrëfyesi më i mirë për ju dhe të mërkur. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për datën 24 qershor 2026, ditë e mërkur. Ju falenderoj që më ndiqni dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.